Mirë se erdhët. A e kemi menduar ndonjëherë se si disa fjalë të thjeshta mund ta ndryshojnë tërësisht jetën e dikujt? E po, sot do të zbulojmë dy parime tepër të fuqishme nga Dale Carnegie, të cilat kanë aftësinë të zhbllokojnë potencialin e fshehur të njerëzit rreth nesh. Le t'i hyjmë temës. Mendojeni kështu: për të stërvitur një kafsh, ne instinktivisht përdorim shpërblime, jo dënim, i japim diçka që i pëlqen, nuk e kërcënojmë me kamçik. Atëherë, lind pyetja: pse kur vjen puna te njerëzit, kaq shpesh zgjedhim kritikën në vend të lavdërimit? Duket paksa kundër logjikës, apo jo? Këtë ide e përmbledh në mënyrë perfekte psikologu Jess Lair. Ai thotë se lavdërimi është si drita e diellit për shpirtin ton, dhe pa të, ne thjesht nuk mund të lulëzojmë. Kjo nevojë themelore për të ndjerë të vlerësuar është pikërisht themeli i parimit ton të parë. Ja ku arrim tek parimi i parë: lavdëroni çdo përmirësim. Çelësi këtu nuk është të presim për arritje gjigante, por të vlerësojmë edhe hapat më të vegjël të progresit. Do të shohim se si ky zakon, në dukje i vogël, mund të ndryshojë rrënjësisht fatin e dikujt. Imagjinoni pak të jeni një fëmijë 10 vjeçar me një ëndër të madhe, dhe mësuesi i parë të thotë këto fjalë tërse. Pikërisht kjo i ndodhi të riut Enrico Caruso. Potenciali i tij gati u shua përpara se të kishte mundësinë më të vogël për të shkëlqyer. Po çfarë e shpëtoi? Besimi i palëkundur i nënës së tij, një fshatare thjesht që sakrifikonte aq shumë sa eks të zbadhur vetëm për t'i paguar mësimet e të birit. Ajo ndoshta nuk kishte pasuri materiale, por fjalët e saj ishin një tesar i vërtet. Ishte lavdërimi i saj që i dha forcën për të bërë këngëtarin më i madh i operës në botë. Tani, le të shkojmë në një tjetër histori po aq të jashtëzakonshme, në Londër. Një djalë i ri, i uritur që punonte në një magazin të errët e të mbushur me minj. I bindur se do ta përqeshnin, ai doli fshehurazi në mes të natës për të postuar tregimin e tij të parë. E po tregimi u pranua, pagesa asnjë qindarkë, por ai mori diçka shumë më të çmuar, mori njohje. Lavdërimi i një redaktori ishte ajo shkëndija që i ndryshoi gjithë jetën. Ai djalë ishte Charles Dickens, dhe ishte pikërisht ajo njohje, jo parat, që e shpëtoi nga një jetë në fabrik dhe i dhuroi botës një gjeni letrar. Pra, çelësi në këto histori është autenticiteti. Lavdërimi funksionon vetëm kur është i sinqertë dhe specifik. Lajkat boshe dallohen menjëherë dhe sinqerisht nuk vlen asgjë. Ajo që njerëzit kërkojnë vërtet është vlerësim i mirëfillt. Le ta zbërthejmë këtë me një shembull praktik. Një menaxher ishte gati të pushonte një punonjës të ri, por pastaj vuri re një punë të vetme por të shkëlqyer që kishte bërë djali. Hapi i parë, ai identifikoi një arritje specifike. Hapi i dytë, shkoi tek ai dhe i shpjegoi saktësisht pse ajo punë ishte kaq e mirë dhe sa rëndësi kishte për kompaninë, dhe hapi i tretë e bëri këtë me sinqeritet të plotë. Rezultati, punonjësi u transformua në një nga njerëzit më besnik dhe më të përkushtuar në ekip. Kështu, ja ku arrim tek parimi i parë i Carnegie: lavdërojeni përmirësimin më të vogël dhe lavdërojeni çdo përmirësim. Të jemi bujar me vlerësimin ton, sepse inkurajimi i vazhdueshëm sjell përmirësim të vazhdueshëm. Mirë, tani le të kalojmë te parimi i dytë. Një ide pak më delikate, por ndoshta edhe më e fuqishme. Jepini një emër të mirë. Çfarë do të thotë kjo? Bëhet fjalë për t'i dhënë dikujt një reputacion të lartë, duke e frymëzuar kështu për të jetuar sipas atij standardi. Shakespeare e ka dhënë shekuj më parë: merr një virtyt nëse nuk e ke. Ideja është të veprosh sikur personi tjetër tashmë e zotron cilësinë që dëshirojmë të shohim tek ai. Kjo i jep një standard për të arritur. Shikoni këtë shembull. Puna e një mekaniku të aftë, Bill, kishte filluar të përkeqësohej. Në vend që ta kritikonte, menaxheri i tha: "Bill, ti ke qenë gjithmonë një mekanik i shkëlqyer, por kohët e fundit puna jote nuk po i përgjigjet standardit tënd të lartë." Duke i kujtuar reputacionin e tij, ai i dha diçka për të mbrojtur. Puna e Billit u përmirësua menjëherë. Por ndoshta historia më e pabesueshme është ajo e Marijes, larëses së pjatave. Një shërbëtore e thjeshtë, që të tjerët e shihnin si të zakonshme. Një ditë dikush i tha: "Mari, ti nuk e di se çfarë tesaresh fsheh brenda vetes." Vetëm një fjali, por ajo fjali i ndryshoi gjithçka. Ajo filloi ta shihte veten ndryshe, të kujdesej për pamjen. 2 muaj më vonë, ajo njoftoi martesën. Një reputacion i ri krijoi një realitet krejtësisht të ri. Dhe kjo funksionon në mënyrë të mrekullueshme edhe me fëmijët.
Mësuesja Hopkins mori në klas Tomin, djalin më problematik të shkollës. Ditën e parë, në vend që ta kërcënonte, ajo i tha: "Tomi, kam dëgjuar se ti je një lider i lindur. Unë do të mbështetem tek ti këtë vit." Duke i dhënë një reputacion për të mbrojtur, ajo e transformoi atë, dhe Tomi nuk e zhgënjeu kurrë. Dhe këto shembuj tregojnë se parimi është universal, nga mekanikët te pastrueset, nga studentët te menaxherët. Dhënia e një reputacioni të mirë nxjerr në pah më të mirën tek çdo kush në çdo fushë të jetës. Pra, ja cili është parimi i dytë i Carnegie-t, jepi një personi tjetër një reputacion të mirë për të përmbushur. Njerëzit do të bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme për të mos e zhgënjuar besimin që u është dhënë. Tani, le t'i bashkojmë të dyja idet, sepse këto nuk janë thjesht teknika apo truke, ato përfaqësojnë një ndryshim thelbësor në mënyrën se si i shohim të tjerët dhe si ndërveprojmë me ta. Bëhet fjalë për një mënyrë krejtësisht të re të jetuarit. Thelbi është ky: kur lavdërojmë sinqerisht dhe u japim njerëzve një reputacion të mirë, nuk po ndryshojmë thjesht sjelljen e tyre, ne po i ndihmojmë të zbulojnë thesaret që fshehim brenda vetes, ne po i ndihmojmë të transformohen. Fjalë për fjalë. Filozofi i madh William James e tha më së miri: krahasuar me atë që duhet të jemi, ne jemi vetëm gjysmë zgjuar. Shumica prej nesh përdorin vetëm një pjesë të vogël të potencialit të tyre. Këto dy parime janë pikërisht çelësat për të zhbllokuar gjithë atë pjesë tjetër. Duke lavdëruar përmirësimin dhe duke dhënë një reputacion të mirë, ne mbajmë në duar një fuqi të jashtëzakonshme, aftësinë për të frymëzuar të tjerët dhe për t'u treguar atyre potencialin e tyre të fshehur. Dhe kjo na lë me një pyetje të fuqishme: potencialin e kujt do të zgjedhim të zhbllokojmë sot?